Java e dytë e ligës së parë të futbollit që në program ishte të dielën, përpos 18 goleve të shënuar, ishte mjaft e begatshme edhe me kartona të kuq. 3 skuadra të rajonit të Pollogut në këtë xhiro kanë arritur të fitojnë vetëm 1 pikë. Shkëndia nga shtipi kthehet me 1 pikë të fituar duke luajtur me shifrat e barabarta 1-1 me Bregalnicën. Të parët në epërsi kanë kaluar vendasit në minutën e 15 me golin e Zdravkovit, ndërsa mysafirët nga Tetova kanë barazuar nëpërmjet Maznovit në minutën e 70 të ndeshjes. Shkëndia në këtë ndeshje në shtip ka pasur edhe përkrahjen e madhe të tifozëve të vet ballistët. Skuadra e Renovës ka befasuar tifozët e vet me disfaten kundër Pelisterit 1-2, edhe pse e para kaloi në epërsi me një Eurogol të Izaj Reminit, i cili në minutën e 20 në stilin e tij të njohur me goditje precize nga distanca mbi 20 metra shënoi për 1-0 për vendasit. Por edhe pse me 10 futbollistë pas ndëshkimit me karton të kuq të Visar Musliut në minutën e 33, megjithatë pjesën e parë Renova ishte dominuese në terren, por kur pritej që të përfundon pjesa e parë, në minutën shtesë fatkeqësisht Sashko Ristov shënon autogol dhe barazon rezultatin në 1-1. Ky gol si duket u dha krah mysafirëve të cilët kishin ndihmesën e madhe të referit Vlaho Konstantin, i cili në pjesën e parë nuk akordoi penalti për vendasit në minutën e 66 nëpërmjet Milenkovskit. Mysafirët shënojnë golin e ditë dhe atë të fitores. Referi Konstantin në minutën e 72 me karton të kuq ndeshkoi edhe brazilianin në ekipin e Pelisterit Junior. Gafen më të madhe, referi Konstantin e bëri në fund të ndeshjes, edhe pse referi i katërt dha shenjë se loja vazhdohet për 4 minuta, ai këtë e bëri vetëm për 1 minutë, që krijoi nervozë tek të pranishmit. Vallë është koha që Federata e Futbollit të Maqedonisë dhe organet e saj të rishikojnë punën e referëve, të cilët si duket harrojnë se dikush derdh mjete. Gostivari, pas disfatës në xhiron e parë kundër Bregalnicës në terren vendas, të dielën pësoi fiasko në autokomand nga Metalurgu 4-0, edhe pse pjesa e parë përfundoi pa gola. Rezultatet e javës së dytë: Rabotnički Makedonia Đorđe Petrov 1-0, Euromil Vardari 2-2, Renova Pelisteri 1-2, Turnova Napredoku 4-0, Bregalnica Shkëndia 1-1, Metalurgu Gostivari 4-0.